Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje me podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim për disa ngjarje aktuale që kanë ndodhur në Shqipëri, për një mori ngjarjesh që duket se rikthehen, disa janë rishtazi, por do të jam përgjigje me avokatin e mirënjohur, zotin Eduard Mollare. Avokat, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve. Do e marrim me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur së fundmi, ku një i ri vrau me thik një 20 vjeçar shtetas huaj nga Franca. Çfarë tregon kjo ngjarje? Një ngjarje që ndodhi në Ksamil në kulmin e sezonit turistik dhe ende e pasbardhur plotësisht nga policia. Po. Atëherë, ngjarja e ndodhur në Ksamil tregon atë opinion negativ që ne kemi në arenën ndërkombëtare për sa i përket sigurisë të rendit dhe policisë. E them të sepse nuk mund të vi një huaj francez dhe të vrasi një shtetas po të huaj këtu në Ksamil dhe pasaj të tentojë të largohet po nga territori shqiptar, për arsye që ne nuk i dim akoma se cilat janë arsyet, shkaqet dhe motivet e kësaj vrasje. Ne di vetëm që ky huaj francezi që erdhi dhe që prante pushimet në Ksamil në bashkëpunim me një vajzë turke, e cila e kishte fshehur këtë të huaj në bagazhin e makinës, pasi kreu krimin, ai u largua, tentoi të largohej nga Shqipëria, por shkapur në zonën e Fierit. Aty policia e ka gjurmuar që nga Ksamili dhe është arrestuar, sot ndodhet i arrestuar në drejtorinë e policisë Fierit, ku do t'i dështrohet të gjitha pyetjeve, arsyet pse e kreu këtë krim dhe pse gjeti pikërisht Shqipërinë dhe Ksamilin që të kryen dhe krimin. Dhe cila është motivi dhe arsyeja që bashkëpunojmë me këtë turken për të larguar nga Shqipëria. Nëse ky huaj kishte ardhur në Shqipëri për të kryer këtë krim, pse nuk e kreu në vendin e tij, atje ku ishte, ose të shkonte në një vend tjetër të tretë për ta kryer këtë krim. Por e kreu në Shqipëri. Prandaj ne duhet të zbardhim edhe atë njohur ose opinion që ne kemi, që jemi akoma vend i pasigurt, konsiderohemi ne nga shtetasit e huaj, ndërkohë që ne rendi ka filluar të funksionojë, policia ka filluar të punojë me ritëm të mirë, do thosha, dhe zbulimi i ngjarjes dhe kapi autorit tregojnë më së miri të gjithë praktikën e timit, lëvizje operative të kryera nga punonjës e policisë, të cilët janë për u lavdruar për të rast dhe për të falendëruar dhe për të thënë që dhe ne jemi në kushtet e një policie europiane për sa i përket sigurisë të rendit dhe ruajtjes së tij. Prandaj do thosha që kapja brenda një kohe shumë shkurtër e autorit të vrasjes tregon më së miri se si bashkëpunon policia jon, si operon policia jon, qoftë në terren dhe qoftë në përmjet sallës operative dhe ndjekjes të krimit, dhe si zbulohet krimi dhe arrestimi i tij. Kjo është mjaft domethënëse për neve dhe është një plus pozitiv për sa i përket sigurisë dhe nivelit të policisë në këto momente kur Shqipëria edhe është në periudhë të pushimeve për sa i përket sezonit, por policia vazhdon të punojë dhe zbulimi dhe kapja në rrugën nacionale të Fierit tregoj më së miri të gjithë dinamikën e timit dhe të
koordinimit të punës. Avokat, nga detajet e fundit që po dalin për këtë ngjarje, dyshohet që një punonjës policie, i cili bënte edhe një punë të dytë në rolin e bodyguardit, e ka ndihmuar të riun për t'u arratisur. Çfarë tregon kjo? Atëherë, nëse do të vërtetohet kjo pjesë, do të thotë që brenda radhës të policisë ne kemi edhe njerëz të korruptuar, të inkriminuar, të cilët për arsye të një rishpeti ose të pagese ekstra, kryejnë dhe punë tjera në kundërshtim me ligjin, sepse ne nuk themi që mos shkojnë punë dytë, por jo në kundërshtim me ligjin. Puna e kryer dhe ndikma që i ka dhënë punonjësi i policisë ti të huaj për të larguar tregon që në radhë e policisë kanë penetruar dhe vazhdojnë penetrojnë njerëz dhe personë me jo vetëm me të shkuar kriminale, do thosha, por edhe njerëz që nuk e njohin ligjin ose shkelin atë në mënyrën më të keqe të mundshme. Për këtë arsye i duhet edhe një analizë e mirëfillt e drejtorisë policisë, qoftë të Gjirokastër, qoftë të tjerë, për të gjerë të gjitha detyrat dhe mësimet nga ky punonjës i policisë, i cili në kundërshtim me ligjin, jo vetëm që ndihmoi keqbërësin të largohej nga vendi i ngjarjes, por mendonte që të jepte edhe njollë të zezë të gjithë policisë shqiptare nëpërmjet veprimit të tij. Ai ka menduar shumë shkurt në veprimin e tij, sepse duke marrë një rishpet të ëmbël, dofta ai është kënaqur për sa i përket pjesës kompromitimit që ai ka kryer me këtë autor të krimit të dyshuar tashmë, por nuk mendoj për tutje që njolla që do merrte shteti shqiptar ishte shumë e rëndë. Prandaj dhe kapja dhe zbulimi i këtij tregon edhe vigjilencën e një pjesë tjetër të grupeve që janë atje në drejtoritë e policisë, të cilat bashkëpunojnë njëra me tjetrën dhe ne dëshirojmë që t'i pastrojmë këta element që kanë shkelur ligjin nga radhët e policisë dhe të marrin dënimin e merituar nga organet e drejtësisë, me qëllim që organet e policisë ne nuk duhet të kemi element të tillë keqbërës që shkelin ligjin dhe abuzojnë me ligjin për një rishpet financiar edhe më tutje do të akoma.